them, një formë i shpartalluar. Profesor, sa realisht e ka pas, ose e ka bërë të vështirë kur ata, është thënë edhe nga ju njerëz të fushës, gjatë kësaj kohë që ata kanë qenë në pozicione më të mira, është thënë edhe nga zyrtarë policorë të njësive që kanë reaguar pas sulmit. Dhe duhet të shoh edhe këtë elementin, po themi, ose pozicionimin e tyre në manastir, është diskutuar shpesh edhe ky konotacioni fetar që ka mundur të jepet sulmit në Banjsk. Po, manastirin e kanë pas si streh, ata në kuptimin fizik, po dhe si streh në kuptimin e justifikimit, kënëse, ose me thone, paraqitjes ose gjinshmërisë lidhe me manastirin e reflekton opinion një tjetër akceptim, se sa, ose me thonë të lirohen nga komponenta e operativitetit terrorist, vëmëtarisë sulmuse terroriste, kënëse me peregrinazh me përzi, ma shkurt me e kamuflu. Realisht dul gjithçka hapur, se ishte fjala për një plan ka hershëm përgatitur, një operacion përgatitur ka herë. Kanë dalë dhe vitet për ushtrimet e tyre që kanë bërë matar. Gjithçka është zbardhur tani, gjithçka dihet. Edhe organet e ndjekjes, pra prokuria ka prova të mjaftueshme, edhe janë të gjithë dim që u ngrit me një kohë. Nëse më i vetëm ndërhyj, thuhet do si profesor të lakë se diku me 13-2021 ka filluar përgatitja grupit terrorist. Sa vite më herët? 2 vite përpara. Po, përgatitja është më herët dhe paraprakisht është studiu tereni, janë bërë planet edhe operative taktike dhe gati që çdo cep ose pik karakterit edhe strategjik është fokusu dhe është identifiku. Megjithatë, operacionaliteti ose operativiteti i fuqishëm dhe edhe taktik, po edhe i fuqishëm, kësha më thonë me fjale më të mirë se fuqishëm nuk shoh fjalë tjetër këto, i policisë Kosovës ka zbrapë dhe neutralizuar ata dhe ka kalu në prevalencën e EPRSI në teren. Kalimin e EPRSI në teren ka shkaktu një kaos të ta, një dekoncentrim dhe strehimin e manastir ka qenë e fundit, taktika e fundit tyre për të thashtë një justifikuar ose me gjetë një mbështetje ma shumë se fizike në manastir, por nuk ka dhe asaj jo dhe u pa epilogu përfundimtar një EPRSI e jashtëzakonshme e policisë Kosovës dhe shtetit Kosovës me që bëjë fjallë aty për një grup të strukturuar terrorist i dirigjuar dhe i mbështetur nga vetë Serbia, natyrisht përmes Radojčićit. Dhe kjo është një fituar e madhe Kosovës dhe shtetit Kosovës dhe policisë, sepse shteti policia njëtë për mua në këtë relacion, këtë kontekst, dhe thash ma herët një mesazh i mirë për miqtanë se jemi të fortë dhe jemi konsoliduar. Po, sigurisht, po kemi nevojë për mbështetje të vazhdueshme politike, diplomatike, edhe logjistike. Mirë, po megjithatë ishte sinqerisht një sprovë e jashtëzakonshme dhe mundësi për të treguar që policia e Kosovës është e aftë, është e konsoliduar, është e kompletuar. Me shtua dhe pak të profat të këto po me cila për transmituar prof është interesant që edhe drejtori një nëshës po isoj, bashkë me togerin e ti dhe me disa pjestar të tjerë, të këtyre kanë qenë me njëherë momentin e ngjarjes. Adhe është shumë shpejt kanë arritë të të shtëpis, me atë sa kemi arritë me morë informacione, prej shtëpis tëre kanë arritë me shkumvenin e ngjarjes edhe me menagju komplet situatën me njësinë të tëre. Pra edhe kjo të regën shumë atë aspektin e profesional të tëre të cilën e kam pra në rast se vendi jonë reagën, pra dhe prort janë vendin e ngjarjes aty pra për të ballafaquar bashkë me grupet cilat cenojnë sigurinë e vendit tonë, por gjithashtu normalisht që me i menagju operatorët e tëre, ku ne shohim këtë që fatkeqësisht